me propagandën e ti përpiqet nga mëngjesi gjerëndark i qanë hallin kalorësit se i varen këmbët, i qanë hallin Sali Berisha për vitet e ti. Tani do t'i them këtu para jush, Edvin, vitet e Sali Berisha janë që të gjitha vite bio. Janë vite bio. Vetigu që i bëre me lakejt e tu, të gurë se Sali Berisha del sot për shqiptarve si politikani më i pastër që ka njohur Shqipëria dhe me gjërë. Edvin, me atë vetin për të cilin nuk e nise përsi e nise, por mund të them se nder më bëre, u tregove shqiptarve se ku qëndron forca e pathyeshme e Sali Berishës. Miq, për sa i përket moshës, ju garantoj që ajo se ke njohur ju, po unë më mend, ngjet jo me gramozin, por me gjyshin e Gramozruçit. Ndaj dhe nuk e ditë ti se ti vjedh gjithë ditën, po forca e burrit matet, fuqia e një burri matet, me dashurinë dhe pasionin që ka ai për të ndihmuar shoqërinë, kombin, vendin e tij. Nuk jam kthyer unë për pushtet. Jo. Unë kam qenë në pushtet dhe kam lënë ato që ti kur si shuan dot. Nuk jam kthyer unë për para. Jo dhe jo. Shqiptarët e panë se cili ishte vetimu i Sali Berishës. Nuk jam kthyer unë për luks. Jo dhe jo. Dije, në moshën time, kur unë kam ardhur në këtë stad të jetës, këtë eksperiencë, këtë dashuri, këtë respekt që kam për njerëzit, duhet t'ja u kushtoj atyre, duhet t'ja u kushtoj fëmijëve të tyre, duhet t'ja kushtoj këtij projekti që po pushton çdo ditë më shumë zemrën dhe mendjen e tyre. Duhet që së bashku me ta